Zoti Hoda apo Mërkuri? Unë tek të pyetjet. Se mbajtje. Në lidhje me fenomenin e qarkullimit të elementeve ose dosjeve tërësore në media, pra pe bim shkurt me që i keni ngjuar pyetjet, keni ndonjë vizion, domethënë, për qasjen ndaj këtij fenomeni? Kjo situatë që ndodh nuk po them 100% rasteve, por në 99% rasteve ndodh kur palët njihen me aktet hetimore, me masën sigurimit apo me akuzën, dhe kanë të drejtën të marrin kopje të tyre, qoftë mbrojtësi, qoftë i panderuri apo palët e tjera. Atëherë ndodh kjo rrjedhje e materialeve në media, që në këtë moment nuk është më përgjegjësia e prokurorisë, është përgjegjësia atyre që kanë dokumentat, por edhe ndodhet në momentin që aktet më nuk janë më sekret hetimor. Problematike në rastet kur ka rrjedhje të dhënave në momentin që akti është sekret hetimor dhe nuk e di askush përveç grupit të hetimit, prokurorit dhe oficerëve përgjithësore. Dhe këtu nuk ka nevojë për strategji, nëse kjo ndodh ka vepër penale, fillojnë hetimet siç kanë filluar, pavarësisht se mund të themi që apo mund të ketë pretendimin që nuk është gjetur ndonjë autor, por mendoj që ka dhënë efekt edhe këto masa, edhe fillimi i hetimeve, sepse kur fillon një hetim nuk i dihet se deri ku vete. Por ajo që mund t'ju them nga ana tjetër, që situata sot në SPAK është shumë herë më ndryshe se sa ka qenë në vitet përpara. Shumë herë më ndryshe. Por jo gjithmonë kjo situatë mund të prandalohet dhe nuk është gjithmonë kompetenca e prokurorisë. Po, faleminderit. E pyetja lidhet me qasjen për zbatueshmërinë e vendimit të gjykatës kushtetuese që unë i quaj prova elektronike, pra aparatet celular që përpara konsideroheshin si sende dhe kontrolloheshin tërësi, ndërkohë gjykata kushtetuese vendos një standard, kompjuterat personal ose të profesioneve të lira, sekuestrimi i pasurive e tjera. Nëse ju zgjidheni drejtues, çfarë qasje do kishit ose si mund ta si është vizioni juaj që t'ja përcillnit frymën dhe tek trupa prokurorëve? E kam përmendur në platformën time që prokuroria duhet të jetë e kujdesshme në radhë parë me proporcionalitetin e veprimeve hetimore, që veprimi i kontrollit apo kontrolli dhe sekuestrimit të dhënave të mos jetë veprimi i parë apo i dytë, po të jetë një veprim që siç parashkon ligji, të ketë dyshime të bazuara se vepra ka ndodhur dhe se ka kryer ai person. Deri në këtë moment vendimi i gjykatës kushtetuese nuk është zbardhur në vendin time, sigurisht që në varësi të atij vendimi prokuroria do normoj sjelljen, mund të nxjerrim edhe një udhëzim të përgjithshëm për të normuar sjelljen në raport me vendimin. Unë kam frikë edhe kam bindje që jo të gjitha gjërat do ezaurohen në atë vendim të gjykatës kushtetuese. Në fakt, dispozita ligjore është e vjetër, thotë korrespondencë, në atë kohë kur është bërë ligji, referohet zarfeve. Kam mendimin që ka nevojë për një ndërhyrje ligjore të kujdesshme, që edhe organet e hetimit të hetojnë brenda kufive dhe kompetencës tyre dhe të respektojnë dhe të drejtat e palëve. Faleminderit prokurorët e fundit, që normalisht me një pyetje personale, kështu që edhe mos përgjigjeni, karriera juaj në sistem, si ka ndikuar në cilësinë e jetës suaj private dhe të familjarëve tuaj? Për shkak të funksionit, sidomos që në momenti i krimeve të rënda dhe më mbrapa, sidomos në këtë periudhë, sigurisht që sjellja ka ndryshuar. Pra, prokurorët nuk mund të bëjnë një jetë normale si gjithë të tjerët. Nuk po themi se arrim të mbyllur. Por ka ca kufizime që duhet të respektojmë. Ai sa shkon që edhe kur shkon në një lokal kontrollojmë në QKB kush e ka lokalin. E them shumë sinqerisht në pjesë. Patjetër që këto janë kufizime që edhe janë, nuk janë vetëm tek ne, po janë në gjithë vendet e qytetëruara. Por ajo që mund të them është që unë përpiqem të mos ta ndryshoj mënyrën time të jetesë.
sepse në të kundërt do kthesh një situatë negative, ky presioni punës apo marrëkesa e punës. Përpiqem ta mbaj punën larg shtëpisë dhe mos ndryshoj mënyrën time të jetesës, flas për veprimet e përditshme që bën një person, por gjithmonë duke respektuar një sër kufizimesh që kemi zgjedhur vetë të punë, nuk na ka sjellë me zor, por normalisht të kufizimet duhet të ekzistojnë.